Vëllezër, besimtari I devotshëm, robi I devotshëm I Allahut Dhul Xhelal, shquhet me karakteristika të ndryshme, me virtytet e larta që e dallojnë prej të tjerëve me vlerat e tija, si rezultat I bindjes dhe devotshmërisë së tij ndaj Zotit Dhul Xhelal. Sepse njeriu kur I ka frikën e Allahut të Madhreshëm, kur udhëzohet mbas udhëzimeve hyjnore dhe porosive profetike, ngjitet aty në shembujve dhe shpallëve të larta. E një prej atyre karakteristikave vëllezër që është e pëlqyeshme shumë tek Zoti Dhul Xhelal nuk ka dyshim është vlera e qenurit njeriu I sinqert, e qenurit I drejtë, që të flas drejt, që të gjykoj drejt e kështu me radhë. Kjo është një prej atyre karakteristikave me të cilën dallohen do thotë besimtarët e devotshëm. Për njeriu mundet me qenë namazlik, mundet me qenë I punëve të mira, mirë po jo çdo kush çdo herë mundet me qenë I drejtë, jo çdo kush çdo herë mundet me qenë që gjykon drejt ose që flet drejt ose kështu me radhë. Pse? Sepse tek disa lakemia për shembull I shpije prej folërit të drejtësisë ose gjykimit të drejtësisë, ose prekja hakte të tjetrit e shpije në padrejtësi e kështu me radhë. E Zoti I Madhreshëm I ka urdhëruar besimtarët në fjalën e tij duke thonë: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullah. O ju që I keni besuar Zotit të Madhreshëm, o besimtarë, keni frikën e Allahut Dhul Xhelal, wa kunu ma'as sadiqin, edhe jeni me ata të cilët e flasin të vërtetën, e flasin të drejtën, janë të sinqertë në fjalët e tyre, janë korrekt në fjalët e tyre, janë korrekt në premtimet e tyre. Po edhe kur gjykojnë çdo herë do thotë me drejtësi duke ia pas frikën Zotit Dhul Xhelal. Tjetër një vend tjetër në Kur'anin famullar Allahu Dhul Xhelal çka ka thonë: Ja eyyuhalladhina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillah. O ju që I keni besuar Zotit Dhul Xhelal, o besimtarë, thuani çdo herë të vërtetën. Një herë në kohën të më thonë të sundimit të Hazreti Aliut, ka qenë khalife. Zoti qoftë I kënaqur me të. Edhe një ditë prej ditëve, një prej minoriteteve ankohet edhe thotë se një prasëmore e luftës thotë mua është të marrë mua pa të drejtë. E khalifja I muslimanëve me një pjesëtar të minoriteteve para gjykatësit atë. Dhe kur gjykon gjykatësi me të drejtën e tij, gjykon fajtor, domethënë khalifin, duke ia dhënë të drejtën minoritetit. Edhe Aliu e pranon vendimin, domethënë si të drejtë. Edhe çka ky minoriteti që ka qenë prej jo muslimanëve, kur e sheh këtë drejtësi dhe këtë devotshmëri e pranon Islamin, do thotë nuk ka thënë në histori, për shembull, me orë dhe mund gjyku khalifja, prisi të më thonë një veni, me një minoritet dhe me fitu landën e tina. Këta thot nuk e banë kërkush vetëm ai I cili ja ka frikën e vërtet Zotit të Madhreshëm. Edhe në praktikën tonë, edhe në rrethonat tona, ne si besimtarë, çdo herë do të mundu me qenë të tillë, në çdo situatë, çdo herë mu kon të drejtë, çdo herë me qenë të sinqert. Asnjëherë mos më shmon nga sonë, me qenë çdo herë njerëz të vërtet të virtyti, sikur që na ka porositë, si na dhan Zoti I Madhreshëm, sepse Allah zëshef në sot është gjumaja e fundit e këtij viti. Mirë, po sikur që I shkon në vitin njeriu të shkon edhe jeta e tina. E pejgamberi alayhi sallam çka ka thonë? Ka thonë vërtet njeriu punon drejt, edhe flet drejt, derisa të shkruhet tek Zoti për njerëzve të drejtë, për njerëzve të vërtetë. E kur shkruash tek Zoti I Madhreshëm që I për njerëzve të sinqertë, për njerëzve të vërtetë, për njerëzve që folën të vërtetën, prandaj vëllazër bindja ndaj Zotit duhet me na çuar në adhurime, duhet me na çuar në punë të mira, duhet me na çuar në gjykime të shëndoshë dhe me u ruajt prej padrejtësisë, me u ruajt prej çdo gjaje e cila e shqyt timonin tonë, e shqyt besimin tonë, I shqyt I njollos veprat tonë, I njollos qëllimet tonë e kështu me radhë. Ja kemi frikën Zotit të Madhreshëm, me atë frikën e cila na çon në bindje ndaj Zotit te bareke ve teala. Na e lutem Zotin te bareke ve teala të na mundsojë të jemi prej besimtarëve të mirë, që jetën tonë ta kalojmë në besim ndaj Zotit të Madhreshëm, me bindje ndaj Tij, me vepra të mira.
me veprat e cilat shpresojmë tek Zoti me qenë të pranueshme ato dhe për cilat shpresojmë shpërblimin e Allahut dhul xhelal. Ne lutem Allahun që t'i falë mëkatet tona, mëkatet e prindërve tonë, dhe gjithë besimtarëve të gjallë dhe të vdekurve. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.